Kemi ndodhë dhimbjen edhe pse pak ndoshta larg, kemi ndodhë dhimbjen së bashku dhe ndojmë dhimbjen së bashku. Lufta kur fillon edhe kur zhvillohet ka shumë çka të keqe, po me gjatë kur konkretizohet me diçka të mirë, duhet me po respektu, më ndërru, të ndërtuan ato, të regon se me të vërtet ata kanë qenë lartëpam shumë, kanë ditë se çka donë, kanë ditë se çka duhet, kanë ditë se si të organizojnë, se si të fuqizojnë rezistencën tonë. Kjo ka ndikuar shumë që e tërë popullit t'i përkrah, që mos mbesin të vetmuar, nga një bërtham e vogël, nga një bërtham shumë e fuqishme, por t'regu se ajo çka fillon në përkaz, ajo çka fillon në Drenicë, është diçka që do të përkrahet nga e tërë populli. Ne obligimi ynë sot është ta respektojmë luftën, ta respektojmë rezistencën, ta respektojmë gjakun e dhellë, të shokëve, miqve, të parefisit, dhe mbi të gjitha të respektojmë amanetet e dëshmorëve tonë, amanetet e komandantëve tonë, Ademit, Ilazit, Fëmijës, Mujës, e shumë komandantëve luftëtarëve të tjerë. Ju betohem se deri në fund do ta ndjekum rrugën e tyre dhe në realizimin e aspiratave të popullit tonë për liri. Edhe ai problem, sepse nuk do të lejohet në asnjë mënyrë, në asnjë formë që të ndahet shteti në Kërvitës, që të ndahet asnjë pjesë, asnjë flamb i tokës së Kosovës, sepse është i garantuar ndërkombëtarisht dhe do ta respektojmë atë. Vetë dhëna se ushtria shtetërore e Kosovës e zhvillonte një luftë të drejtë, një luftë të pastër, një luftë me vërtet me objektiv shumë të qartë, edhe politike, edhe kombëtare, por edhe demokratike, tregon se e fituam edhe simpatinë, opinionit ndërkombëtar. Dhe gjatë 3 muajve të fundit nuk ishim të vetmuar, edhe me herët nuk ishim të vetmuar. Na ndihmuan në forma të ndryshme, por 3 muajt e fundit na ndihmuan shumë. Na ndihmuan sa. Kështu tash duhet jemi ata që me punën tonë, me vullnetin tonë, me qëndrimin tonë burrnor, me disiplinën tonë që kemi treguar, që duhet ta tregojmë përgjithësi si popull, ta shtojmë respektin dhe në fund të realizohet aspirata jonë. Shpreha lirë vullnetit popullit për liri dhe shkutje për servisë përfundimisht, sepse ende kemi shumë çka për të bërë. Dhe këtë do ta bëjmë të gjithë së bashku, kështu si jemi, ushtarakë, civil, fshatare, shqiptare, intelektuale të gjithë. Kur kom po ditë me të pasin, po tonë. Edhe vënë kom ditë se